do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, falënderimet të takojnë Zotit, përshëndetjet Muhammedit a.s. Kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju përshëndesim nga ky vend i bekuar, lutim Zotin e Madhreshëm që shpërblej gjithë juve në këtë kohë të bereqeshme të cilat po i kalojmë së bashku. S'ka dyshim që çështja më e rëndësishme për jetën e njerëzit është me besu Zotin e Madhreshëm. Dhe gjithçka që ka ardhur nga Zoti, të cilën Zoti e ka përcjell përmes pejgamberëve të ndryshëm, duke filluar prej Ademit a.s. e deri te pejgamberi i fundit Muhamedi a.s. Besimi është begatia më e madhe të cilën Zoti e bekon një njeri, me cilën Zoti e begaton një besimtar, një musliman. Pejgamberi a.s. kur ka fol për besimin, në shumë thonje ka dashur me na tregu përmes tyre se besimi është aja që gjendet zemra. Thuhet, deklarohet me gjuhë dhe e praktikojnë një farë e reflekton në vepra. Pra, besimi është ajo që vën zemrat tona, pastaj e reflekton në veprat tona. Kur ne zemrat tona i mbushim me iman dhe besim, atëherë padyshim se ky iman dhe ky besim do të ndikojnë jetën tonë përditshme. Gjithë pejgamberët, të filluar prej njerit parë Ademit a.s. Ademi a.s. dhe këtë pejgamber tjerë, deri te Muhamedi a.s. kanë thirrë me besu Zotin një. Dhe misioni i tyre, i gjithë tyre ka qenë me njësu Allahun e Madhreshëm. Për arsye se çdo sukses në jetë, në dunjë dhe në ahiret, është i varur nga besimi në Allahun xhallashanuhu. Për këtë arsye Allahu xhallashanuhu i ka lavdruar njerëzit të cilët i besojnë Zotit Madhreshëm. Por krahas këtij besimi, Allahu xhallashanuhu kërkon prej neve që edhe praktikisht bëjmë vepra të mira, për arsye se vetëm këtë formë do të arrijmë që ne të kemi sukses. Obligimi më i madh që e ka një besimtar është me besu Allahun xhallashanuhu. Pra nuk ka obligim më madhështor se sa me besu Zotin e Madhreshëm. Dhe është domosdoshmëri për besimtarën dhe për njeriu me besu Zotin e Madhreshëm. Por krahas kësaj, edhe pse Allahu xhallashanuhu na ka dhënë neve shumë të mira, ka shumë prej njerëzve të cilët nuk e besojnë Zotin e Madhreshëm apo nuk e kanë besimin e plotë. Nuk e kanë besimin cilin kërkon Allahu i Madhreshëm, besim i cili do të vërtetohet me vepra. Pra, aja që gjendet në zemër edhe reflekton veprat tona praktikisht. Të pas parasysh këtë është udhës që të ndalemi dhe të nxjerrim disa kuptime prej disa thonjeve të Allahut xhallashanuhu në Kur'an, ku Allahu xhallashanuhu në një prej ajeteve kuranore ka thonë ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Shumë prej njerëzve dunjoja i ka mashtruar dhe kanë menduar që do të jenë përjetshëm këtë botë. Dhe e kanë lënë edhe besimin Allahun xhallashanuhu. Allahu në Kur'an do t'i thotë njeriu ditën e gjykimit, o ti njeri, çfarë të bëri ty që të mashtroj nga Zoti yt, i cili është shumë bujar. Ti ka dhënë gjitha të mira që të rrethojnë. Të mira në tokë, në deti, edhe lart në hapësinë. Pra Allahu xhallashanuhu ti ka dhënë gjitha të mira. Pra, cili ka ai element që të bani ty, që ke aq shumë i vlefshëm për ty, që me harru Allahun xhallashanuhu. Pra, një prej asketëve njerëzve të mirë ka thonë një fjalë shumë të bukur, ka thonë: "Nëse Allahu do të më bën mua këtë pyetje, dhe do të më pyet mua se çka është aja vepër, çka është aja punë që të ka bëu ty me të mashtru dunja e me harru Zotin e Madhreshëm", ka thonë, unë do t'i them mbulesa jote o Zot. Kur unë kam bënë të keqe, ti me mëshirën tonë më ke mbulu mua. Dhe kjo ka qenë aja e cila më ka mashtruar mua. Subhanallahu, shënë ndjenjen e besimtarit dhe asketit sinqert. Inshallah Allahu xhallashanuhu na bën prej atyre të cilët zemrat e tyre janë të mbushura me iman dhe besim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, ata të cilët thanë Zoti jon është Allahu, thumma istaqamu, pastaj qëndruan në ata që ata pretendojnë. Pra besimin nuk duhet ta kuptojmë na si filozofi e cila është e pashpjegueshme apo si teori e thatë. Besimin duhet ta kuptojmë si ushqim i shpirtit i domosdoshëm për çdo shpirt
që ekziston këtë botë. Pra, kur na kemi besim, atëherë na jemi gjallë dhe gjallërojmë dhe e mira dhe dobia reflekton në veten tonë edhe për rreth neve. Për këtë arsye, pra besimi është gjëja më e vlefshme që posedon një besimtar musliman. Kur njeriu ka besim në zemër, besimi i tij ka me reflektuar në sjelljen e tij. Dhe sjellja e tij ka me qenë raport me Allahun xhallashanuhu, raport me veten e tij dhe raport me njerëzit që e rrethojnë apo shoqërinë përgjithësi. Pra kur njeri ka besim në Zotin, atëherë është i kujdesshëm në kryerjen e obligimeve me të cilat ka porositur Zoti i Madhreshëm. Dhe falë namazin, e fal namazin, agjëroj Ramazanin, shkon haxh nëse ke mundësi, shkon haxh nëse ka mundësi. Jep zakatin, ndojë një pjesë pasurisë për të varfër dhe njerëzit që janë në nevojë, edhe një gjë tillë e bën. Pse? Se besimi është ai i cili ndikon në këto elemente. Nëse ndalëm e shohim se kur pejgamberi Zoti e dërgoi Muhammedin alayhis salam, shoqëria arabe dhe njerëzit përgjithësi në botë jetonin në ignorancë dhe në padituri. Dhe gjendja atyre e kishte shpirtërore, e kishte vakum shpirtëror. Pra ishte mungesë e besimit në Zotin e Madhreshëm. Kishte prej atyre që e besonin në Allahun, për krahas besimin në Allahun i shoqëronin edhe idhuj. Shkurt kishin besim i cili ishte i papranuar, për shkak se nuk e njësonin Allahun xhallashanuhu. Mirë po, me ardhjen e Muhammedit alayhis salam, kur Muhammedi i ftoi njerëzit me besu Zotin e Madhreshëm, kur njerëzit fillon me pranu Islamin, shohim nëse bojmë krahasim shumë prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, para se të ishin musliman, çush e bënin ata jetën, çush jetonin. Dhe pas ardhes së Islamit, do të shohim se imani ka bën ndryshim rrënjësor në jetën e tyre. Dhe për këtë arsye shohim që atëra ata gjithçka ndryshojnë në jetën e tyre. Dhe ata u bënën gjallë në kuptimin e besimi i tyre, ju dha gjallëri jetës së tyre. Kur tham që besimi ndikon tek personi, kjo reflektohet në raport me Zotin, raport me vetveten e tij, raport me shoqërinë e tij. Kur ndodhin këto tri ndryshime, njeriu cilësohet me disa cilësi. E para ka pastërti të zemrës, që kjo pastërti e zemrës pastaj e reflekton që ky njeri me pas sjellje dhe moral të mirë me njerëzit që i ka përreth. Pas kësaj, atëherë njeriu do të veprojë vepra të mira. Për këtë arsye, ajo që duhet ta tërhiqim vëmendjen këtu është se besimin për cilin na po ftojmë dhe po thrasim, është besim i cili nuk ndahet nga vepra. Për arsye se Zoti ka thonë innal ladhina amanu wa amilus salihat. Ata të cilët kanë besuar dhe kanë bën vepra të mira. Kur njeriu ka besim, atëherë besimi ka mi bën disa ndikime në jetën e personit që ka besim. Kur na kemi besim në zemër dhe sa më shumë që kemi besim, atëherë ky besim do të ndikojë që na të kemi jetë lumtur në këtë botë. Por edhe jetë lumtur edhe ta mshushme në botën tjetër, botën e përtejme. Kush bën një vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, po duke pasur iman dhe besim, atëherë Allahu xhallashanuhu thotë këtij gjithsesi do t'ja bëjmë që me pas një jetë shumë të lumtur. Një jetë shumë të lumtur, ndërsa në botën tjetër do ta shpërblejmë me shpërblimin më të madh, shumë fishin për atë që ka punu, thotë Allahu xhallashanuhu. Kur na kemi besim, Allahu xhallashanuhu këtij udhëzimit tonë që ne kemi gjetë rrugën e Zotit, e kjo është rruga e vetme e vërtet, Allahu xhallashanuhu do të na shton udhëzimin. Thotë Zoti wa yazidu alladhina ihtadaw huda. Atyre që ishin të udhëzuar, pra kishin besim, Allahu xhallashanuhu u ashton udhëzimin. Kur na kemi iman dhe besim dhe jemi besimtar, Allahu xhallashanuhu njerëzve që kanë besim do t'ja u mundsoj që me qenë trashëgimtar tokës. Ata do ta udhëheqin tokën dhe botën. Për arsye se gjithçka që na rrethon neve, Allahu xhallashanuhu ka krijuar në shërbim të njeriu. Por nëse njeriu është besimtar, atëherë Allahu xhallashanuhu do t'i jap bereqet. Kur njeri ka iman dhe besim, atëherë ky iman dhe besim do t'i sjell besimtarit siguri. Përveç kësaj, kur kemi iman dhe besim, atëherë Allahu xhalla xjalaluhu do të na ruaj kur na përballemi me sprovat dhe fatkeqësitë. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allahu
i forcan, i mbështet me fjalën e fortë ata cilët kanë besuar në jetën e kësaj bote, cilën na jemi për momentin, dhe në botën tjetër. Kjo është dobia dhe kulmi i përfitimit kur na kemi iman dhe besim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Vërtetët Allahu, besimtar të vërtet, janë ata cilët kur u përmendet Allahu, zemrat e tyre nga besimi u rënqetën, dhe kur u lexohen atyre ajetet, fjalët e Zotit Madhreshëm, atyre ushtohet imani dhe besimi. Kemi shumë shembuj nga jeta e njerëzve të mirë, të cilët shembuj na tregojnë se çfarë roli dhe rëndësie ka besimi në jetën e individit dhe shoqërisë. Një rast tregohet ka ndodhur një herë në kohën e pejgamberit alayhis salam një konflikt, një fjalosje mes Ebu Dherrit dhe Bilalit radiallahu anhuma. Ebu Dherri e ka ofendu Bilalin radiallahu anhu dhe ka thonë oj biri i zezakës. Dhe Bilal është mërzit shumë me këtë epitet që ja ka thonë Ebu Dherri. Dhe ka shku te pejgamberi alayhis salam u anku. Kur i ka tregu Bilal pejgamberi çfarë i ka thonë Ebu Dherri, pejgamberi është mërzit shumë. Për arsye se Islami ka ardhur me largu injorancën nga zemrat e njerëzve, me largu njerëzit prej ngushtisë së dunjas në gjersinë e ahiretit botës së tjetër. Pra, me largu nga adhurimi i robërve në adhurimin e Allahut xhalla shanu. Dhe kur e dëgjon pejgamberi alayhis salam, ka i thot: "O Ebu Dherr, në ty ka akoma dozë, ka pjesë gjahilietit, ignorancës." Atëre Ebu Dherr kur e sheh këtë formë që pejgamberi alayhis salam po atërish vërejtën, atëre mërzitet shumë dhe i bën pishman. Edhe thot çfarë të bëj, diçka që edhe shtrihet në tokë, dhe i thot Bilalit për Zotin, nuk do të largohem prej tokës, nuk do të ngritem pa vendos këmbën tonë në ballën edhe në fytyrën tënde, si dënim për të keqen që ta kom bën. Bilali radiallahu anhu, njëri që zemra e tij ish mbushur me iman dhe besim, tha për Zotin nuk e vendosi këmbën time ballën i cili ka ras sejdë Allahu xhalla shanu. Subhanallah, shiqen imanin dhe besimin dhe pe jap dorën Ebu Dherrit, po ngritën së bashku, pe përqafojnë njëri tjetrin duke qajt dhe duke ja rikujtu Allahu xhalla shanu. Rast tjetër kemi Suhejb ar-Rumi, Suhejb Romak, i cili kur kishte vendosur për të bon hijret, mu shprëngull me shku te pejgamberi alayhis salam prej Mekës në Medinë, kishte marrë këtë pasurinë e tij me vete dhe ishte nis rrugës. Pa besimtarin dolin rrugë dhe i thanë, kur i artin Mekë ke qenë i varfër, këtë pasuni e ke fitu këtu në Mekë, nuk bën me marrë me vete. Nëse dën me shku te Muhamedi, lej këtë miliarda që i ki, lej dhe shka. Suhejbi, imani i tij dhe besimi i tij në fortë se hijreti ishte po për hir të Zotit, ja u dha këtë pasurinë në kompenzim që me la ata të lirë me shku te Muhamedi alayhis salam, me rujt shkurt, me rujt fenë dhe besimin e tij. Këtë pasurinë e tij e sakrifikoi. Dhe kur ai filloi mu nis, ata ja morën edhe kalin, edhe një xhybe të mirë, një rrobë të pastër, të mirë, të shtrejtë që kishte vesh, se ishte njëri shumë i pasur, atëherë ja morën edhe atë vesh, por prapaj e vazhdoi rrugën derisa u taku me pejgamberin alayhis salam në Medinë, dhe pejgamberi i kishte ardhur shpallja dhe lajmi për këtë ngjarje Suhejb ar-Rumi, dhe pejgamberi më thonë, ka fitu biznisi yt o Suhejb, ka fitu biznisi yt o Suhejb, për arsye se biznisi yt ka qenë me Allahun xhalla shanu. Nëse dëshirojmë të nderuar vëllezër dhe motra, ta shijojmë embelsinë e imanit dhe besimit, duhet patjetër që ta besojmë Allahun xhalla shanu, ta besojmë Muhammedin alayhis salam, ta besojmë Kur'anin, të kryjmë obligimet me të cilat na ka ngarku, me të cilat na ka nderu Allahu xhalla shanu. Thot pejgamberi alayhis salam e ka shiju embelsinë e imanit, e ka shiju embelsinë e imanit ai i cili është kënaqur që Allahun me besu për Zot, Muhammedin alayhis salam, Islamin për fe, dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber dhe të dërguar të Allahu xhalla shanu. E joni është që besimin ton ta shtojmë, ta kultivojmë me vepra të mira. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, imani është 70 e sa shkallë. Shkalla më e ulët e tij është me largu një pengesë prej rrugës.
ndërsa shkalla më e lartë është deklarata islame, fjala shpëtimtare, la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut një, dhe se Muhammedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij. Lutim Zotin e Madhreshëm që zemrat tona të ndriçojnë me urin e besimit. Inshallah Allahu xhalla shanuhu na dhuron besim i cili reflekton jetën tonë, veprat tona dhe kështu bëjnë ndryshim në veten tonë, shoqërinë tonë dhe njerëzit që na përcjellin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell.